të gjithë pyesin cili është vazhdimi. Janë 26 ditë protest, njerëzit nuk kanë ndërmend të largohen, diaspora po i mbështet vazhdimisht, ka qenë këtu her pas here, ka protestuar edhe atje ku shqiptarët janë prej vitesh që jetojnë edhe punojnë, po kanë ardhur edhe në Shqipëri. Të shtunën është një tjetër protest kombëtare. Është e udhës tani që diçka të konkretizohet në gjykimin tuaj, pra si e shikoni ju ecurinë e kësaj proteste? Të jap një mendim, duhet të fillim qysh tek dita e parë e protestës, pra ajo spontania në Zvërnec. Po. Që të analizojmë protestën në Zvërnecit, ajo ishte shumë e qiltërt, shumë spontane, shumë e sinqert nga banorët lokal të Zvërnecit dhe të Vlorës. Ajo ishte për të përshëndetur. Po përse u nis ajo protest? Sepse banorët e zonës pretendojnë që ka probleme pronësia e territorit ku bëhet fjalë për investimin. Disa të tjerë më të kualifikuar thonë që aty ka zonë arkeologjike, kurse ligjet dhe institucionet shqiptare thonë që ajo është zonë natyrore e mbrojtur. Pra të gjitha këto arsye të përbashkëta, edhe mungesa e konsultimit apo interferimi institucionet shtetërore në një marrëdhënie private investimi në një zonë. Pra mungesa e transparencës e përshpejtoi atë. E kuptoj. Po tani, duhet ketë, do me thënë, ju si e shikoni, është një protest që ka disa objektiva, edhe ndoshta po pritet koha e dur që ato të konkretizohen, të artikulohen më ndryshe, se pikat janë artikuluar në fakt për protesta, po. Ka një objektiv të caktuar në gjykimin tuaj? Protesta në vetvete është një nga fenomenet më të shkëlqyera që i kanë ndodhur shoqërisë shqiptare në 34-35 vitet e fundit. Unë i përshëndes të gjithë protestuesit, edhe kush është prapa perdeve që organizon këtë. Unë nuk jam dini për emra apo për organizata, por nga media shqiptare u ka mësuar që aty ka përfaqësues nga partitë të ndryshme politike, nga organizata jo qeveritare të ndryshme, si dhe qytetarë në mënyrë spontane. Po gjëja më e bukur për të përmendur është që aty shef njerëz të bukur, njerëz të qiltër, me një sjellje tepër të civilizuar europiane, por të ri. Shikoj moshën mesatare, ajo është një frymë ndryshimi. Por fillimi dhe vazhdimi është shumë mbar, një proces shumë demokratik. Por përfundimi a do jetë një proces demokratik? Nëse protesta kërkon një rrëzim të qeverisë edhe një caktim të qeverie jo demokratike, unë distancohem nga kjo. Me kuptoj. Sepse në çdo lëvizje paqësore, protest duhet të jetë demokratike dhe ligjore. Mund të kërkosh dorëheqjen e një qeverie apo një kryeministri, por ne kena mjetet ligjore sipas ligjeve dhe kushtetutës së Shqipërisë. Pra çdo qeveri që duhet të dali të qeverisë Shqipërinë duhet vinë nga rezultatet e zgjedhjeve parlamentare shqiptare, zgjedhje demokratike. Nëse një parti e vetme fiton zgjedhjet, ajo krijon qeverinë dhe zgjedh kryeministrin e saj. Nëse është nevoja për koalicione, ato vijnë gjithmonë pas zgjedhjeve parlamentare. Pra unë jam për proces demokratik, jo për anarki. A ka potencialin nga sa keni parë ju, se jam e bindur që e keni ndjekur zhvillimin e kësaj proteste, ka potencialin për të ndryshuar gjërat në Shqipëri, për të ndryshuar klasën politike, për të ndryshuar institucionet e këtij vendi? Potenciali është aty. Shqipëria është plot me intelektual tepër të zgjuar në fusha të ndryshme të jetës. Ju i shihni, në jetën private shqiptarët janë tepër suksesshëm. Pra, nëse këto shqiptar përfshihen në jetën politike të vendit, po në mënyrë të organizuar, për shembull, duke u antarësuar në parti politike, duke sjellë demokratizimin e brendshëm këtyre partive, atëherë rezultati do jetë shumë i suksesshëm. Për shembull, po të marrim partitë të mëdha apo të vjetra, si quhet, si term, të gjitha këto parti kanë mungesë demokratizimit të brendshëm. Dhe kjo reflektohet, thoni ju, dhe aty? Në shoqërinë shqiptare, patjetër. Nëse këto parti janë jo të demokratizuara, edhe shoqëria shqiptare nuk është të demokratizuar, edhe parlamenti nuk është shumë i demokratizuar, as institucionet shqiptare nuk janë të demokratizuar. Atëherë, mund të prodhoj kjo protest një parti të demokratizuar nesër? A duhet të ndodhë kështu? Unë mendoj që është shumë herët. Është shumë herët. Mund të ndodhi, por i mungon eksperjenca, i mungon dia. E kuptoj. A kuptoj. Pra, nëse